أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. منافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Falenderojmë nxënësen Drita Mislimi për leximin e asherës, e përgatitur nga profesoresh Saadete Luta. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. O krijues i lartë, bukuria e çdo bukurie, ti që na e dhurove jetën dhe i bëre ndjesitë tona të përjetojnë ëmbëlsinë e pafundme të ekzistencës. Ti e ai që na e shtrive përpara gjithësinë si një libër të madh, plot urtësi dhe mistere. Dhe po ti e ai që i zgjove ndërgjegjet tona për të ndjerë thellësinë e saj, duke e kthyer këtë ndjesi në një kërkim të pandalur drejt së vërtetës hyjnore. Pa vullnetin tënd, ne nuk do ekzistonim. Po të mos na e kishe hapur këtë botë të ndritshme dhe të mos na kishe shpjeguar përmes të dërguarve të tu fisnik, ne do të mbeteshim të humbur, pa dritë dhe pa udhëzim. Si do të njihnim ty, si do të mahniteshim pas rrugës sate, nëse nuk do të na kishe përshkruar vetveten me mëshirën tënde.
gjithçka që kemi është dhurat prej Teje, o sundues i shpirtrave dhe i zemrave. Përmendja jote sjell qetësi për zemrat që mendojnë e meditojnë dhe ju udhëzon ato drejt burimit të tyre drejt Teje. Sot, përkujtojmë më të dalluarin ndër njerëz, atë që u dërgua si dëshmitari së vërtetës dhe lajmëtari i saj, si përgëzues për të mirët dhe qortues për ata që devijojnë. Ai u përball me dinasti e perandori, por me butësi fjale dhe urtësi këshille arriti t'i fitoj zemrat para se të sfidonte botën. Në qenjen e tij kufonin virtytet më të larta, si një oqean i pashtershëm ku mblidheshin lumenjt e mirësisë. Pa pushim, një thirrje u çpall nga çdo anë. Mirë se erdhe, ja Muhammed than. Mirë se erdhe, se ti e rënj i gjithësisë. Mirë se erdhe, se ti e mbret i madhërisë. Muhammed, gjithë shpirtët ty në shpirt të kanë. Çka shohim e çka nuk shohim, degët e tu janë. Dinin e Ademit që solli më parë. Ti e ngjalle prap, ti o ylli mbar. Ti shpirt e ringjall Musan e Isan. Ti u shtove nderin se na le Kur'an. Të nderuar pjesëmarrës, mirë se vini në programin festiv Muhamedi alayhi salam, simbol i moralit. Ky program tashmë tradicional organizohet nga Medreseja Isabeu Paralelja e Vajzave në Tetov, në bashkëpunim me Medresejnë Qendrore dhe Myftinin e Tetovës. Këtë manifestim e kanë nderuar me praninë e tyre Reisul Ulema i Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetahu. Në mungesë të drejtorit të Medresesë Isabeu, për shkak të udhëtimit zyrtar, prezanton sekretari, profesor Avni Neziri. Miftiu i Tetovës, Doktor Efendi Selver Gjemaili. Dekani i Fakultetit të Shkencave Islame, Doktor Abdul Gjemil Nesimi. Sekretari General i Bashkësisë Fetare Islame. Shefi i Kabinetit të Reisul Ulemas. Përfaqësuesja nga Komuna e Tetovës, Sevim Veseli Berzati. Përfaqësuesit e Universitetit të Tetovës. Prodekani i Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup, Profesor Dr. Ziber Lata. Drejtorët e shkollave të mesme të Tetovës. Myftyt e myftinive të Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Koordinatorët e paraleleve të Medresesë Isabeu, koordinatori në Shkup, gostivar dhe shtip, mësimdhënëse e mësimdhënës, hoxhallar, nxënëse e nxënës, prindër dhe ju të pranishëm. Ju falenderojmë përzemërsisht për praninë tuaj. Duke ju përshëndetur, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, rahmeti dhe bereqeti Allahu qoftë mbi ju. Medreseja Isabeu sot përfaqëson një institucion të rëndësishëm jo vetëm arsimor, por edhe një simbol të organizimit të jetës fetare islame në këtë nënqiell. Me një traditë të gjatë, ajo është trashëgimtare e një prej medreseve më të vjetra në Ballkan. Për të njohur më afër këtë rrugtim, ju ftojmë të ndjekim disa inserte audiovizuale.
të cilat paraqesin një pasqyrë të shkurtër të historikut të saj, me theks të veçantë në vitet e fundit. Teksti i përgatitur nga doktor Beqir Mehmeti, i lexuar nga aktori Arsim Fazlia, kurse e montuar nga Fati TV, dhe me përkrahje të studios On Media. Ta ndjekim. Pasqyrë e shkurtër mbi historikun e medreseve. Dituria zë një vend shumë të rëndësishëm në Islam. Allahu i madhërisht në ajetet e para të Kur'anit famëlart i u drejtua njerëzimit me thirrjen: lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun për një gjaku të ngjisur. Lexo, se Zoti yt është më bujari, ai që e mësoi njeriu të shkruaj me pendë, ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Pejgamberi ynë, Muhamedi a.s. ka thënë: kërkimi i diturisë është detyrë për çdo musliman dhe muslimane. Bashkësia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në udhëheqjen e reis ulemas Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaut, së bashku me muftinit, drejtorët e institucioneve, hoxhallarët dhe me kontributin e popullatës muslimane, ka bërë përpjekje të vazhdueshme për edukimin dhe arsimimin e brezave të rinj, në frymën e dashurisë për fe dhe atë leje. Edukimi dhe arsimimi fetar islam në këto troje është aq i hershëm sa edhe vetë prania e Islamit. Dëshmia më e qartë për këtë është medreseja Isabeu, e themeluar në vitin 1440, një ndër më të parët dhe më të rëndësishme në Ballkan. Rrugëtimi i medreses Isabeu nuk ka qenë i lehtë. Shpeshherë është penguar dhe ndërprerë. Madje, në vitin 1689, ajo është të djegur deri në themel. Pas rënjes së perandorisë osmane, veprimtaria e saj u ndalua, por fryma dhe misioni i saj nuk u shuan asnjëherë. Në vitin 1984, ajo u rihap dhe u rikthye në shërbim të edukimit dhe arsimimit fetar islam për brezat e rinj, si një nevojë dhe domosdoshmëri për popullatën muslimane në këtë troje. Rihapja e saj pati e honë të madhe në gjithë Jugosllavinë e asaj kohe, gjë që dëshmohet më së miri nga shkrimet në revistën Preporod. Ajo vazhdon të mbajë emrin e themeluesit të saj, si përkujtim, ashtu edhe për të dëshmuar vazhdimsinë e saj shekullore. Për shkak të nevojave në rritje, krahas medreses qendrore, sot në Maqedoninë e Veriut funksionojnë edhe 4 paralele të saj, në Shkup, Shtip, Tetov dhe Gostivar. 3 prej tyre janë paralele të vajzave, çka dëshmon për përkushtimin e bashkësisë fetare islame dhe vetëdijen e lartë të popullatës muslimane për edukimin dhe arsimimin fetar të femrës. Paralelja e vajzave në Tetov, në kuadër të medreses Isabeu, është hapur për mësim të rregullt në vitin shkollor 2004-2005. Hapja e saj ishte një ëndër shumë vjeçare për shumë vajza dhe familje në Tetov dhe rrethin. Entuziazmi dhe mbështetja e gjithanshme vazhdojnë edhe sot. Fillimisht, kjo paralele funksionoi në një objekt të vjetër, që nuk i plotësonte kushtet infrastrukturore. Për këtë arsye, në vitin 2007, Bashkësia Fetare Islame filloi ndërtimin e një objekti të ri, i cili u përfundua në vitin 2009, me mbështetjen financiare të mikut të medreses, Zotri Oskan Koksan, nga Turqia. Në vazhdimsi janë bërë investimet për përmirësimin e kushteve. Një ndër investimet më të rëndësishme është ai vitit 2024, që përfshiu zgjerimin dhe fasadimin e objektit, i realizuar nga riaseti i Bashkësisë Fetare Islame, në udhëheqjen e reis ulemas Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaut, si dhe muftinisë së Tetovës, e udhëhequr nga doktor Selver Efendi Xhemaili, në bashkëpunim me donator të Shamir të dijes dhe besimit. Sot paralelja e vajzave në Tetov plotëson të gjitha kushtet për një edukim të shëndosh dhe arsim cilësor,
Ajo disponon hapësira të përshtatshme, staf mësimor të kualifikuar dhe të përkushtuar, si dhe nxënëse me zgjedhje shembullore dhe talente të spikatura. Këtë vit, kjo paralele përcjell gjeneratën e 19, ndërsa numri i përgjithshëm i nxënësve të diplomuara ka arritur në 655. Shumica prej tyre sot janë edukatore, mësuese, profesoresha dhe teologe, të gjitha në shërbim të shoqërisë dhe në mbrojtje të identitetit tonë fetar dhe kombëtar. Këtë e dëshmon më së miri e kaluara e suksesshme e kësaj vatre arsimore, ku nxënësit e saj janë dalluar në institucionet ku kanë studiuar dhe veprojnë. Edhe sot përgatitja profesionale e gjeneratave të reja, në përputhje me standardet e akreditimit nga Ministria e Arsimit të Maqedonisë së Veriut, mbetet synimi kryesor i Drejs Ul Ulemas Haxhi Hafiz Shaqiri Efendi Fetaut, drejtorisë në udhëheqjen e drejtorit gjeneral, Dr. Islam Islami, koordinator Dr. Beqir Mehmeti dhe stafit të mësimdhënësve pranë medresesë së vajzave në Tetova. Në fund, shpreh mirënjohje të thellë ndaj udhëheqësisë së Bashkisë Fetare Islame për angazhimin e vazhdueshëm, si dhe ndaj të gjithë besimtarëve që kanë mbështetur financiarisht këtë vatër të dijes. Allahu ju shpëleft. O Zoti ynë, na bëj për atyre që esin në rrugën e dijes dhe na e lehtëso këtë rrugtim. Amin. Pjesa e dytë e këtij programi festiv i kushtohet artit të fjalës, poezisë, në përgatitjen e të cilave janë përkujdesur në gjuhën shqipe profesoresh Sindis Zeqiri, kurse në gjuhën turke profesoresh Eymen Baleza. Sot u zgjova me dhimbjen e djeshme dhe njerëzve u fola me fjalët e nesërme. Më thanë se dashuria është smundje. U thash, nuk dua të gjej ilaç për të. Kam mbet si një ishull në botën e liçejve. Kam mbet shumë larg teje, ja Resul Allah. Njeriu pa ty qenë ka asgjë në botë. Njeriu me ty qenë ka e tërë bota. Poezia e parë titullohet Ti afër unë larg, e cila do të interpretohet nga nxënësja Hafize Amra Abdurrahimi. Sot u zgjova me dhimbjen e djeshme dhe njerëzve u fola me fjalët e nesërme. Më thanë se dashuria është sëmundje. U thash se nuk dua të gjej ilaç për të. Kam mbet si një ishull në botën e liçejve. Kam mbet shumë larg teje, ja Resul Allah. Njeriu pa ty qenë ka asgjë në botë. Njeriu me ty qenë ka e tërë bota. Edhe mos i gjetësha dhimbjes emër, nuk dua të jem dikush tjetër. Më mirë një dhimbje pa emër, se një emër pa dhimbje. A mund të mos takohet kur loti me syrin? A mund të mos e ndjej zemra afërsinë tënde, kur ti i flet fjalët që nuk mund të shkruhen, sikur të gjitha lisat të bëhen lafsa, e detet të bëhen gjyrë. Eja, o kandil, eja e ndriçoje botën. Eja se banurin tënd, dita dhe nata për sytë e mi janë njësoj.
balli krijuar për sejdë. Eja qetësoje detin e trasuar të umetit. Kam betë si bora në majën e malit. Kam betë si një zogë në folen e shturur. Kam betë shumë larteje, ja Resul Allah. Kur më shikojnë nga jashtë, si fukara më njojnë, se brenda salavatet nuk mi shohi. Eja, o udhëtar i rrugës së drejtë, më largon nga zekumi, më afron nga tuba. Në baltën e dynjas, shumë zemra u tretën. Humbi njerëzia e veç njerëzit mbetën. Ti e gjithmonë afër, por unë kam bet larg. Kam bet shumë larg teje, ja Resul Allah. Por sa të që je afër, unë prap të them, eja se tjetër gjuhë nuk kam. Nuk e dua errësirën, po futem në shpellën tënde. Sa më shumë që vetmohem në shpellën tënde, aq më shumë gjej dritë. E kur zemra e gjen dritën, e ndjen se errësira ka qenë ekzistencë e reme. Si do të ekzistonte errësira po të mos ishte drita? Dhe si do ta gjenim dritën po të mos ishte errësira? Një trung hurme, një herë përjetoi afërsinë tënde. Dhe ti kur u largove, trungu lotoi. Po të mos afroheshe, dynjaja do të nëtonte në lot. Trungu qau, por jo zemrat e vdekura në trupat e gjallë. Zemrat që nuk qajnë për ndarje, nuk mallëngjehen për takime. E nëse nuk do zgjohesha me dhimbjen e djeshme, kush do t'i kuptonte sot fjalët e nesërme? Kush nga ne sot do të thoshte La ilaha illallah, po të mos ishte Muhammedun Rasulullah. Për jetën e Muhammedit a.s. janë shkruar vepra të shumta në gjuhë të ndryshme. Në këtë manifestim, kemi përzgjedhur një jetë bashkrim të shkurtër në fon poetike nga autori Dursun Ali Erzincanlı, me titull Hoshgeldi, i cili vjen përmes interpretimit të nxënëseve Arjeta Aliu dhe Elif Ademi. Şimdi hüzün yok. Bugün hüzün yok bize. Sultanlar sultanın doğdu o geceyi. O benzersiz geceyi coşkuyla anıyoruz. Alemi erfah bugün bizimle beraberdir. Meleği âlâ beraberdir bizimle. Ve şimdi biz meleklerle diz dize. Rebiul Evvel ayının 12. gecesi, yer Mekke. Ebu Talib mahallesi, Leyl çarşısı. Bir ev, Abdülmuttalib'den oğlu Abdullah'a kalan. Bir hane, şimdi Abdullah'da yok. Karanlık ve Hazreti Amine, üflesen sönecek gibi yıldızlar. Ve beklenen biri var, o. Rebiul Evvel ayının
Yıl 571. Nisan ayının 20'si. Günlerden pazartesi. Ebu Talib mahallesinde saadetli bir ev, saadetli bir oda. Abdümenaf kızlarını andıran huriler dolaşıyor odada. Birinin elinde cam bir kase var. İçi şerbet dolu ama sanki kar. Hadi al, bu içecek cennet tamıdır. Al ve iç, bu sana Allah'ın ikramıdır. Ve yudumlanıyor şerbet Allah'ın adıyla. O anda beyaz bir kuş, bembeyaz kanadıyla Hazreti Amine'nin sırtını sıvazlıyor. Ve beklenen biri var, o. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Vakit seher vakti. Yıldızlara uzansan tutacaksın gibi. Hele biri var ki küçücük bir dolunay sanki. Bu onun yıldızı ve bir nur denizi, onun denizi. Sema ve vadisi sular altında, çünkü o geliyor. Çekilen ve kuruyan Save gölü, sönen mecusi ateşi, çünkü o geliyor. Zincire vurulan şeytan göklerden kovuluyor. Kisra saraylarından çatırtılar geliyor. Çünkü dünyaya o geliyor. Ve gökten inen 3 melek, ellerinde 3 bayrak. Biri güneşinin doğduğu yerde, biri battığı yerde güneşin. Diğeri Kabe'nin üzerinde müjdesini veriyor kainat güneşinin. Bu muştunun ardından kat be kat semalardan boşalıyor melekler. Allah'ın rahmeti üzerine olsun ey Nebi, ve bir nur doğdu ayın 14'ü gibi. O doğdu. Kalplere sürür doğdu. Gerçek oldu annesinin rüyası, Hazreti İbrahim'in duası kabul oldu. Yerde ve gökte övülecek şan doğdu. Ümmetinin göz nuru Habibi Zişan doğdu. Şimdi kaplasın onu bir ak bulut ve dolaştırsın melekler doğuyu ve batıyı. Varlıklar onu bir de suretiyle tanısın. Yusuf'u görüp de parmağını kesenler baksın bir kez ona da yürekleri doğrasın. Hoş geldin ey ledünün ilminin sultanı, Kabe'nin canı, dertlilerin dermanı. Hoş geldin ey cihanın padişahı, Kur'an'ın sırrı, irfan ehlinin şahı. Hoş geldin ey enbiyalar sultanı, cemal bahçesinin bülbülü, kainatın nazlı gülü. Hoş geldin. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. 21. yüzyıl. Olağanca genişliğiyle yeryüzü ve efendiler efendisi gönüllerde doğmaya devam ediyor. Ey Nebi, alemlere rahmet geldi. Sana salat ve selam, Efendimiz hoş geldin. Të nderuar të pranishëm, shpresojmë që vargjet e poezive të përzgjedhura ju kanë pëlqyer dhe kanë zgjuar në zemrat tuaja mallin dhe dashurinë për Muhammedin alayhis salam. Kudo mund të gjesh dije, por kudo s'mund të gjesh shije. Dia edhe mund t'jetë e gabuar, por shija
edhe kur është e pakëndshme, të vërtetën ka për të ta mësuar. Tani do të kemi kënaqësinë të ndjekim poezinë e fundit të këtij programi festiv, me titullin Dije dhe Shije, një poezi e dedikuar medreses sonë, e cila do të interpretohet nga nxënësja Aksa Mustafa. Ftojmë nxënësen për recitimin e poezisë. Kudo mund të gjesh dije, por kudo s'mund të gjesh shije. Dija edhe mund të jetë e gabuar, por shija edhe kur është e pakëndshme, të vërtetën ka për të ta mësuar. Lexo, ishte fjala e parë që ju tha lajmëtarit. Fjala e mirë nga mali i dritës, erdhi edhe në malin e sharit. Zbriti në zemrat tona si ujë që gjallëroi bimën, gjallëroi Tetovën, Shkupin e Prishtinën. Shpendët në fluturim ndonjëherë edhe mund të përzihen, por kur zbresin nga qielli në tokë, llojet e tyre dihen. Sepse asnjëri se ngatron llojin e vet dhe folen. Ashtu siç e gjejnë edhe zemrat tona medresen. Këtu jemi, siç ishin edhe ata që këtu na sollën, për ta bërë të bukur edhe një herë Tetovën, me gjermat e Kur'anit, me tingujt e ezanit, me dritën e dinit, me shpirtin e imanit. Një thirrje e bukur vjen nga çdo minare, për ta bërë të bukur krejt tokën shqiptare. Edhe kur hesh gjuha, zemra këndon vargje. Selam për të gjithë, mbetshi në paqe. Në vazhdim, programi kësaj mbrëmjeje do të përmbyllet me interpretimin e disa ilahive nga kori i nxënëseve të medreses Isabeu, paralelja e vajzave në Tetov, të përgatitura nga profesoresh Nurgjil Sadiki Emruli, me diligjimin e magister Eliesa Hasani. Perëndis t'i afroheni, duke u lutur ditë e natë, Muhamedin ta kujtoni, duke dërguar salavat. Allahumma salli
provat e dynjas, ti dashuri ke pas, të përgjakën të munduan, por as pak nuk të friguan, të vërtetën e sqarove, amanetin vend e gjove, rrugën tënde kush e le, me ti humbur e me pa fe, për sunetin, për profetin Muhammedin, ai që qahu për umetin, ai e don ma shumë se vetin, për sunetin, për profetin Muhammedin, ai që qahu për umetin, ai e don ma shumë se vetin.
besnikria. Ta pohoni Perëndin, ti mbani urdhrat e tia. Kur'anin ta nderoni, mbi gjithçka që ju posedoni, atë kur mos e mohoni. Dhe në fund, me vargjet e Hakisha Rofit, të botuara në zanin e lartë, po e mbyllim këtë manifestim kushtuar më të dashurit dhe më të lëvduarit Muhamedit a.s. Të nderuar pjesëmarrës, në emër të mosimdhënësve dhe nxënësve të medreses Isabeu, paralelja e vajzave në Tetov. Ju falenderojmë përzemërsisht për vëmendjen dhe praninë tuaj. Tani, ftojmë kryetarin, myftin dhe të gjithë profesorët të ngjiten bashkë në skenë për një foto të përbashkët. Paqja dhe mëshira